Rruga kryesore e lagjes Afrim në Bashkinë Fier e dëmtuar nga punimet për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimeve të ujrave të zeza është kthyer në një problem serioz për banorët e zonës. Ata shprehen se prej muajsh po përballen me vështirësi të mëdha në qarkullim, ndërsa akuzojnë firmën zbatuese të projektit për mos rikthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme. Sipas banorëve, në rrugën e rikonstruktuar pak kohë më parë, të shkatruar pas hapjes së kanalizimeve, nuk është ndërhyrë për rehabilitimin e saj, duke lënë të parregulluar dhe në gjendje të rrezikshme për automjetet dhe këmbësorët. Ata theksojnë se pavarësisht ankesave dhe kërkesave të vazhdueshme, firma zbatuese nuk ka reaguar për të normalizuar situatën. Janë në hall të madh, theksojnë banorët për televizionin Apollon, sipas të cilëve nuk kalohen dot as nga makinat, ambulanca apo zjarrfiksja në raste emergjente. Është kërkuar disa herë të ndërhyet, por askush nuk merr masa, kanë thënë banorët. Ja ti kanë gjërat faktike. Ja, shikoj. Ujrat e zeza, shkarkojnë kanalet e hapura. Aty shkarkoj. Kanalet e hapura, të ujrave të bardha. Kanalet janë që në kod duqes, ti themi. Ja, shikoj. Ata nuk kanë bërë asnjë, bën një varr punimi këtu sa na prishim punëve. Kështu që rruga duhet bërë se ne vdikim nga veshkat, unë jam i operuar me një veshk. Kështu që duhet të operohet sa kështu, duhet të rregulluar sa më parë për arsye se ne nuk kemi me kohë zgjatje, jemi plek. Edhe ato mjetet dëmtohen, shkatrohen. Kështu që mjetet shkatërrohen, të tëra shkatërrohen. Kështu është muhabeti. Po sistemi i ri kanalizimeve po funksionon apo s'është vënë punë? Asnjë gjë nuk po funksionon këtu, i lanë të tëra për gjysmë. Asnjë gjë fare. Kupton? Këtu neve na ja. Po vjen behari tani, janë gjitha ato pisleke këtu. Derdhin ujrat e zeza në kanalet, edhe kështu që nuk ka funksionuar asnjë. Në rregull. Ka qenë në rregull, këta e prishin. Edhe se kthejnë me si s'ka qenë gjendjen e mpashme. Jo, as me fare fjalë. As kthejnë me kokën me ata. Vetëm ko duhet në votat vinë. Viti tjetër janë zgjedhje, do marrin mbrylin. Kështu është muhabeti. Ne do t'ja japim atia që do premtoj, ta bëjmë më përpara votimeve. Jo më pas votime, se na kanë hedhur një 4-5 herë. Po se bën, nuk kanë vota. Po e bën, halal e pash. Të kesh një të sëmur, nuk futet dot. As ambulanca, as zjarrfiksja, këtu është bërë katran i zi. Nuk e qa flet me. S'kam qa them me. Mirë që e prishën, po ndrejqet pakten. Po ujrat e zeza funksionojnë tani? I kemi me gropa. Nuk funksionon rrjeti i ri? Jo, fare asgjë. Vetëm shtrua hodhen tubët edhe s'ka asgjë. Rruga nuk është bërë. Çfarë i bëjmë? Ata vinë ginjejnë edhe ikim. Marrin lekë i fusin në xhep për vete. Kush e ka dëmtuar rrugën? Po këta që hapën kanalet këtej, që vun tubot. Edhe ashtu e lanë. Ishte më keq, po hodhen sa hodhen pak ata dhe ikën e lanë. S'kemi qa themi meneve. Rruga ishte për bukuri, po e prishëm. Dhe se kanë kthyer si ka qenë gjendjen e mpashme? Jo, are. Nuk e kanë bërë. Keni vështirësi në komunikim? Po me këtë do flasësh. Kush i di se kush janë ata? S'kemi qa themi me. Kaq, s'kam qa themi. Rruga ishte për bukuri. Po e hapën me skrepat me qa e ben, shtruan tubot edhe lanë ashtu si për faqet zezë. Keni shpresë se do rregullohet kjo? Po vedi, ata e din. Banorët e lagjes Afrim të Bashkisë Fier ngren shqetësim edhe ndaj ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve në Fier, si institucioni përgjegjës për investimin, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme për përfundimin e projektit dhe rikthimin e rrugës në gjendje normale. Sipas të dhënave të afishuar në tabelën informuese të projektit për ndërtimin e skemës së kanalizimeve të ujrave të zeza në lagjen Afrim,
Investimi i realizuar nga shoqëria e ujësiellës kanalizimeve kap vlerën e rreth 108.5 milion lekëve pa TVSH, ndërsa afati i përfundimit të punimeve është përcaktuar 180 ditë ose 6 muaj nga nisja e tyre. Megjithatë, edhe pse afati sipas të dhënave të publikuara duhet të kishte përfunduar, rruga Vijon të mbetet në gjendje të rënduar dhe pothuajse e pakalueshme, ndërsa banorët kërkojnë një reagim të menjëhershëm nga firma zbatuese dhe institucionet përgjegjëse.